Me rastin e ditës ndërkombëtare të Shkopit të Bardh, një përfaqësi e shoqatës së të verbërve në Durrës kanë dalë para bashkisë për të protestuar, sipas presidentit të kësaj shoqate Samir Farriçi, për liritë e munguara të verbërve, pasi krahas shumë problematikave nuk u është dhënë deri dhe bonusi i pranverës të kësaj. Kryetari Yunus Meta ngriti si problem mungesën e zyreve, për të cilën kanë mbetur gjyqjet. 2025 për personat e verbër në mbar Republikën ka qenë një vit jo i mirë, sepse ata në këtë vit janë përsekutuar, janë diskriminuar dhe normalisht nuk kemi arritur të kemi asnjë lloj mbrojtje apo suksesi në të drejtat tona. Në pranver u bë bonusi pranverës dhe qeveria shqiptare e personave me arsitë të kufizuar nuk e dha këto bonus, ju dha pensionista dhe invalidëve të punës, personat me arsitë të kufizuar të verbër, paraplegjik, tetraplegjik dhe aftësia tjetër e kufizuar që merr pagesa nga shërbimi social nuk u trajtua. Ne kemi shumë probleme që qëndrojnë pezull dhe asnjë nga ato nuk na është zgjidhur. Problemi më të madh neve kemi edhe zyrën, ku jemi do të thotë mbas 60 vjetësh jemi pa zyrë, kemi bërë edhe gjyq me bashkinë, kemi fituar gjyqet, edhe gjyqi ka ngecë te gjykata e apelit. Dhe ne tani vim vërdall. Ne sot jemi në ditën botërore të Shkopit të Bardh në mbështetje të verbërve për problemet dhe nevojat e tyre. Problemet e aftësisë kufizuar janë pothuajse të gjitha të njëjta, përveç se na diferencojnë ato nevojat e veçanta që ne kemi ndryshe nga të tjerët. Problemet e tyre janë të shumta. Pjesëmarrësit theksuan se kërkonin indeksimin e pagave, të cilët duhet të ngrihen mbi bazën e rritjes së çmimeve. Po ashtu dhe problematike e tyre është dhe aksesueshmëria e të verbërve në rrugët e qytetit.